mëngjesin e të njëjtës së 26 qershorit 2014, ndërsa policia e shtetit ishte duke shijuar një nga triumfet e saj më të mëdha për shkak të betejës së fituar me kultivuesit e bimëve narkotike dhe trafikantët e hashashit në Lazarat, ndodhi një ngjarje shumë e rëndë. Një nga ato ngjarje që jo thjesht tronditi opinionin publik, por shkaktoi një traumë gati në gjithë shoqërinë shqiptare. Objektivi i një atentati të organizuar dhe të ekzekutuar nga një dorë e stërvitur ishte as më shumë dhe as më pak, por drejtuesi i njerëz nga bankave më të rëndësishme në vend. Madje drejtuesi i të vetmes bankë me pronar 100% shqiptar, Artan Santo. I njohur si një figurë me profil të lartë shoqëror, profesional, ekonomik, madje edhe në botën mediatike, ku ishte përfshirë gjatë viteve të fundit si aksioner dhe investitor në mediat e vendit, Artan Santo u godit nga ekzekutor gjak ftohtë para shkallëve të bankës së tij, e cila ndodhet në zemër të Tiranës, në lagjen më të survejuar dhe më të mbrojtur nga policia, në lagjen e ish bllokut. Ekzekutorët duket se e kishin ndjekur për ditë të tëra lëvizjet e bankierit shqiptar, i cili padyshim nuk ishte një nga njerëzit që ruhej apo që përdorte eskort gjatë lëvizjeve të tij nga banesa në qendrën e punës apo edhe gjatë lëvizjeve të tjera në jetën private të tij. Mesazhi, të cilin e përcollën autorët e vrasjes së 26 qershorit, ishte tepër më i fuqishëm dhe më i rëndë se pasojat e këtij krimi. Jo thjesht për faktin se u ekzekutua një personalitet i rëndësishëm, siç ishte Artan Santo, por se që nga ky moment dora e krimit mund të ekzekutonte dhe kërcënonte jetën e çdo qytetari shqiptar, pavarësisht statusit shoqëror apo politik që gëzonte ai. 4 plumbat e pistoletës me mulli që qelluan mbi Artan Santon dëshmuan se çdo shqiptar nga ky moment ishte i kërcënuar dhe i prekshëm nga dora e krimit. Shqipëria nuk ishte më e sigurt para se të ekzekutohej Artan Santo në zemër të bllokut. Sigurisht, ajo nuk do të jetë më pak e sigurt pas ekzekutimit të tij. Por kjo ngjarje dëshmoi edhe një herë se betejë mes të mirës dhe së keqes, mes policisë dhe krimit, jo vetëm që nuk ka mbaruar, por ende nuk ka nisur mirë. E kaluara gati brillante e Artan Santos si qytetar, si profesionist, si personalitet publik, e bëri më të vështirë hetimin dhe zbulimin jo thjesht të autorëve të këtij krimi, por dhe të motiveve të vërteta të kësaj ngjarje. Kush ishin ekzekutorët e këtij krimi, porositësit, urdhëruesit dhe përfituesit nga kjo ngjarje tepër e rëndë? Për këtë shkak, zbulimi i autorëve të atentatit të 26 qershorit 2014 është kthyer në një vijë demarkacioni për agjencitë e zbatimit të ligjit në Shqipëri. Nëse kjo ngjarje nuk do të zbulohet, ashtu siç ka ndodhur me dhjetra, ndoshta edhe me qindra vrasje të tjera gjatë 23 viteve të tranzicionit në Shqipëri, do të shmojë edhe një herë se autoriteti i shtetit shqiptar vazhdon të mbetet i brisht dhe ende i pafuqishëm për të kontrolluar krimin dhe ca më tepër për ta sunduar atë. Zbulimi i autorëve të këtij atentati dhe i motiveve të këtij krimi kthehen tashmë në një domosdoshmëri për t'i dhënë autoritetin e duhur agjencive të zbatimit të ligjit dhe për t'u treguar të gjithë qytetarëve shqiptar se jeta e tyre është e sigurt, se bizneset e tyre janë të sigurta, se familjet e tyre janë të sigurta. Deri tani kemi vetëm dyshime. Dyshime, por ende nuk dim një motiv të qartë se pse ka ndodhur ky krim. Ende nuk e dim kush janë ekzekutorët, edhe pse dy të rinj nga fushkruaja mbahen të arrestuar në akuzën se mund të jenë ata ekzekutorët e një atentati të tillë. Ceremonia mortore e Artan Santos dhe homazhet e kryera për t'i dhënë lamtomirën e fundit, jo thjesht nga ata që kanë njohur, nga bashkëqytetarët, por edhe nga politikanët
drejtuesit e lartë të këtij vendi u kthye në një ceremoni premtimesh, ashtu siç ndodh zakonisht kur janë goditur nga dora e krimit personalitetet të larta të politikës apo drejtues të pushtetit vendor. Në të gjitha këto raste, politikanët kanë nxituar sipas rastit për të përfituar edhe politikisht të deklarojnë se ata do t'i gjejnë me se s'bën vrasit dhe se do t'i çojnë ata para drejtësisë. Por to premtime harrohen shumë shpejt, madje pa kaluar ende java e parë e atentatit. E njëjta gjë duket se është duke u përsëritur edhe me rastin Santo. Pavarësisht përpjekjeve të shumta të policisë dhe prokurorisë, hetimeve të hollësishme që kanë përfshirë të gjitha agjencitë e zbatimit ligjit në Shqipëri, është ende herët për të thënë se kush fshihet mbas vrasjeve të bankierit shqiptar. Gjithashtu, nuk ka ende një motiv të qartë që të justifikojë vrasjen e Artan Santos. Paka shumë si fatin që dora e krimit i rezervoi Artan Santos u ka ndodhur edhe për fajsuesve të tjerë, duke filluar që nga deputeti i Partisë Socialiste Fatmir Xhindi, njëri nga deputetët më të rregullt të Parlamentit shqiptar, i cili kishte fituar 3 mandate rresht dhe po bëi gati të merrte mandatin e 4. Në mbrëmjen e 2 maj 2009, vetëm një muaj e gjysmë para ditës së zgjedhjeve të qershorit të atij viti, Fatmir Xhindi u gjet i masakruar në pragun e banesës së tij me Ibreshëri Kallashnikovi. Me njëherë pas kësaj ngjarje, politikanët e lartë që nga presidenti i vendit e deri tek më i fundit vërshuan pranë familjes së tij, mbasi shprehen ngushëllime për familjen, premtuan se do t'i gjenin në kohë rekord dhe do t'i ndëshkonin autorët e këtij krimit pa shembull. Për fat të keq, sot kur kanë kaluar më shumë se 5 vjet nga kjo ngjarje, familjarët e Fatmir Xhindit nuk kanë ende një emër për vrasjet e njeriu të tyre më të dashur. Jo thjesht për deputetet, por jeta është e vlefshme për çdo njeri. Por kur krimi ngren dorën tek deputeti, ju përfitoroni që krimi është i pamëshirshëm, por edhe shteti çdo ditë do të forcohet për të garantuar jetën e gjithë secilit. Unë jam e sigurt se ato që kanë guxu të çojnë dorën, jo thjesht kundra Fatmirit, por kundra Parlamentit të Shqipërisë, Kuvendit të Shqipërisë, do marrin ndëshkimin më të egër që është marrë ndonjëherë. Unë erdha për të shprehur ngushëllimet familjes, por erdha edhe për t'i siguruar se kjo qeveri do të bëjë çdo gjë për të gjetur dorën e zezë të krimit, autorin apo autorët, të cilët qelluan prapa shpine dhe ekzekutuan deputetin Fatmir Xhindi në pragun e derës së shtëpisë së tij. Ne nuk do të lëmë pistë hetimi, nuk do të lëmë, do mobilizojmë të gjitha llojet e mjetet në mënyrë që të kapim sa më shpejt autorin apo autorët e këtij krimi të shëmtuar. Ky ishte betimi dhe premtimi solemn i autoriteteve më të larta të shtetit shqiptar, se vrasësit që guxuan të masakronin deputetin socialist Fatmir Xhindi në pragun e shtëpisë së tij nuk do të gëzonin 24 orë liri pas krimit. Në të vërtetë, serioziteti me të cilin krerët e shtetit e shprehin trishtimin dhe vrasjen e njërit nga deputetët më jetëgjatë të Parlamentit Pluralist Shqiptar nuk të lë pikë dyshimi se ultimatumi i tyre do të zbatohet në kohë rekord. Madje u arrit deri aty sa u premtuaj që ekzekutorët do të kapeshin përpara se trupi i Xhindit të prehej në banesën e fundit. Nuk e din pse dhe kush e vrau deputetin socialist të Roskovecit, i cili nëse nuk do t'ishte masakruar atë mbrëmje maj,
sërish sot do t'ishte njëri nga 140 deputetët e Parlamentit të Shqipërisë? Jeta, veprimtaria shoqërore dhe karriera politike e Fatmir Gjindit sigurisht që nuk e meritonin kur një fund të tillë, por ky fat orgurzi është treguar dhe më i pa shpirt me zgjatjen e pafund të hetimeve nga agjencitë ligjzbatuese. Lideri socialist Edi Rama në lamtumirën e fundit për deputetin e zgjedhur 3 herë resht në mënyrë të padiskutueshme nga votuesit e tij, do të shprehej se Gjindi i mirë nuk do të prej kur i qetë nëse nuk zbuloheshin vrasësit e tij. Në të vërtetë një pjesë e përgjegjësisë së moszbulimit të autorëve që tronditën thellë, jo vetëm banorët e Roskovecit, por të gjithë Shqipërisë, tashmë bie edhe mbi forcën politike të cilës Gjindi i kushtoi jetën. Askush nga ne nuk ka fjetur dot mbrëm. Dhe të gjithë duam të dimë çfarë kanë parë sytë e tu tek pragu i shtëpisë përpara se të mbylleshin përgjithmonë. E vërteta e kësaj mizorie nuk të kthen dot në jetë, miku ynë. Po pa dalë ajo në dritën e diellit, ti do ta kesh të pamundur të prehesh i qetë në terrin e banesës ku po të kyçim. Ndërsa për të gjithë ne të tjerët, gropa e padrejtësisë që të mori jetën do të mbetet e hapur si varr për shpresën tonë se ky vend mund të bëhet i drejtë me të gjithë dhe për të gjithë. Lajmi i ekzekutimit të deputetit socialist pikërisht në prag të zgjedhjeve të reja parlamentare të qershorit 2009 krijoi një situatë për të acaruar dhe problematike. Ayubatare Kallashnikovi ishte një mesazh i qartë për fushatën zgjedhore që sapo kishte nisur. Fatmir Gjindi ishte pikërisht si një ndër emrat kryesor që do t'i prinin listës së Partisë Socialiste në qarkun e dytë më të madh në vend, pas kryeqytetit. I persekutuar nga regjimi komunist në rini, Gjindi nuk e kishte vënë kurrë në diskutim, jo vetëm zgjedhjen si deputet, por dhe garantimin e një fitoreje të thellë në zonën e tij elektorale. Ky detaj ishte një tjetër fakt që dëshmonte se sa pasoja të rënda për rendin dhe sigurim publike kishte realizimi i atij krimi pikërisht në prag të zgjedhjeve parlamentare. Pas ekzekutimit të deputetit Azem Hajdari në 12 shtator 1998, kjo ishte hera e dytë që një deputet i Kuvendit të Shqipërisë vritej në breshërinë e armëve. Por këtë radhë situata dhe konteksti politik ishin krejt ndryshe. Ngjarja u bë dhe më tronditëse për opinionin publik, kur mediat nisën të publikonin detajet e para rreth krimit. Ky është një akt i shëmtuar kriminal, i cili ka shokuar jo vetëm familjen e deputetit Gjindi, familjarët e tij, bashkëqytetarët e tij, kolegët e tij deputet, por të gjithë Shqipëri dhe shqiptarët. Nuk është godit vetëm Roskoveci, është tronditur e gjithë Shqipëria, nuk është goditur vetëm deputeti Fatmir Gjindi, është goditur parlamenti. Familja ka humbur njeriun e tyre dashur, kanë humbur babajnë e tyre, 3 djemë të mrekullueshëm, bashortin e nderuar, vllaun e tyre, birin e tyre. Unë edhe herë dua t'i përsëris mbëshllimet më të sinqerta familjes, qytetit, kolegëve, në emër të gjithë deputetëve të Kuvendit të Shqipërisë dhe të përsëris edhe një herë që duke kërkuar nga të gjithë që të mbështesin policinë dhe gjitha institucionet e specializuara. Gjindi i mirë i socialistëve, si që cilësoi lideri i opozitës Edi Rama deputetin e vrarë, u ekzekutua pikërisht aty ku dukej më e pamundur dhe më e pabesueshme, në pragun e banesës së tij, modeste në periferi të qytetit të Roskovecit. Ai nuk u godit nga një dorë e ftohtë që duke ekzekutuar një deputet të Kuvendit të Shqipërisë, po mundohej të fshinte sa më shumë gjurmët dhe zhurmën e armës së krimit. Fati u tregua i pamëshirshëm me Fatmir Gjindin, duke i rezervuar një vdekje barbare me një dorë vrasëse e pangopur në fishekët që lëshoi drejt tij.
Atentatorët u kujdesen që veç 9 plumbave të lëshuara mbi trupin e Xhindit t'i jepnin dhe një goditje fatale. A thua për të siguruar se e kishin përmbushur plotësisht misionin e tyre, duke i qelluar dhe një herë të fundit në kokë. Por ata nuk u mjaftuan me kaq, duke dhënë dhe një mesazh tjetër të fortë, me mitralimin që i bën gjithë fasadës së banesës së papërfunduar të familjes Xhindi. Është një ngjarje e rëndë sa më s'ka, sepse është vrarë në derën e shtëpisë një qytetar që përfaqësonte shumë qytetar. Pra, është një ngjarje nga ato që trondisin një vend tërë dhe derisa të njihemi me rrethanat që unë shpresoj të zbardhen një orë më parë, jemi këtu për t'i shprehur të gjithë solidaritetin ton familjes së të ndjerit mikut ton dhe të qëndrojmë pranë të gjithë së bashku për të ndihmuar lehtësimin sadopak të kësaj dhimbje të tmerrshme. E njëjta gjë do të ndodhte në 25 tetor 2010. Këtë radhë, viktim e dorës së zezë të krimit do të bëhej kryetari i komunës tërthore, përfaqësuesi i Partisë Socialiste në rrethin e Kukësit, Remzi Veseli. Edhe ai kishte fituar 2 mandate dhe po bëhej gati të merrte mandatin e tretë. Remzi Veseli ishte një nga të zgjedhurit vendor më të rëndësishëm të opozitës së majtë asaj kohe në veri të vendit. Ai u godit me një breshëri automatiku në pragun e banesës së tij në periferit të Kukësit, vetëm disa orë pasi kishte marrë pjesë në dasmën e kryetarit të Partisë Socialiste Edi Rama në kryeqytet. Autorët, me sa duket, kishin gjetur një ditë të tillë, kur Remzi Veseli, ende në euforinë dhe avujt e alkoolit të konsumuar në dasmën e kryetarit të tij, e humbi vigjilencën dhe mbeti viktime dorës së zezë të krimit në pragun e banesës së tij. Në këtë shtet me qeveri të korruptuar, çdo ditë dëgjojmë lajme vrasjesh dhe krimesh që tronditin thellë sigurinë e jetës së qytetarëve. Çdo ditë vrasje, çdo ditë përdhunime e rrëmbime dhe për absurdin më të madh mbi këtë dhe, çdo ditë pralla e Sali Berishës për siguri e mrekullit pa para e të padëgjuara. Dje u vra Remzi Veseli, kryetari komunës së tërthores në Kukës, 34 vjeçari i zgjedhur në 2 mandate radhas. Akoma pa mbushur 2 vjet nga vrasja e deputetit socialist Fatmir Xhindi, u vra edhe Remzi Veseli, përfaqësuesi i Partisë Socialiste në pushtetin vendor. Të dy të respektuar e të nderuar nga elektorati socialist, të dy të zgjedhur disa mandate radhazi, të dy u vranë në derë të shtëpisë, të dy në prag të fushatës zgjedhore, të dy të projektuar për rikandidim nga Partia Socialiste. Të dy vrasje të mbuluara nga terri dhe papërgjegjshmëria e skajshme e shtetit, e qeverisë, e policisë. Ka 18 muaj që organet përgjegjëse nuk kanë bërë asgjë për zbulimin e vrasjeve të deputetit Fatmir Xhindi. Është i dyti opozitar që vritet në derën e shtëpisë dhe në prag të një tjetër fushate dhe përsëri shteti është Mehmet, zbardhje sa më të shpejt të këtij krimi makabër dhe në të njëjtën kohë tek domosdoshmëria e marrjes së përgjegjësisë plot për gjithë sa ndodh sot me krimin në Shqipëri nga ana e kësaj qeverie dhe e një ministri e Ministrisë të Brendshme që janë të padenjë dhe krejt të papërshtatshëm për ta drejtuar strukturën e forcave të rendit. Në 9 shtator të vitit 2011, dora e zezë e krimit do të godisë sërish. Këtë radhë, një gjyqtar të shkallës parë të gjykatës së Vlorës.
Skerdilaj Konomi, një emër i cili sapo kishte nisur karrierën e tij në radhët e drejtësisë shqiptare, me një të kaluar të pastër dhe as pak të dyshimt, me një karrierë e cila nuk kishte patur as mundësinë të baltosej në hapat e parë të saj, Skerdilaj Konomi do të masakrohej në një atentat me minë të telekomanduar para syve të qytetarëve të Vlorës. Paraditjen e 9 shtatorit 2011, kamerat e televizionit do të transmetonin live se si trupi i gjyqtarit Konomi do të shuhej nga zjarri i dorës kriminale që kishte shpërthyer eksplozivin e vendosur poshtë makinës së tij. Edhe në këtë rast, të gjithë autoritetet shqiptare, nga presidenti i vendit edhe deri tek më i fundit, vrapuan të shkojnë në ceremoninë e radhës, të përcjellin Konomin, të ngushëllojnë familjarët e tij dhe të premtojnë pa pikën e turpit se do t'i gjenin sa më shpejt të ishte e mundur vrasit dhe do t'i çonin ata para drejtësisë. Tashmë kanë kaluar gati 4 vjet nga kjo ngjarje dhe ende familjarët e Skerdilaj Konomit nuk kanë një emër të vrasësve të njeriu të tyre më të dashur. Skerdilaj Konomi vazhdon të mbetet i vetmi gjyqtar përfaqësuesi tokave të zeza të drejtësisë shqiptare, i cili ra viktime dorës kriminale dhe ende nuk ka një autor për vrasjet e tij. He was a husband and he left behind a lot of loved ones. This was clearly a targeted killing. Somebody intended to kill him. So I just hope that the police, the prosecutors, everyone work together and find out who did this. Ishte e tmerrshme, ai la pas familjen e vet, la pas të dashurit e vet, shpresoj që policia dhe organet e tjera do të bëjnë së bashku për ta zbatuar të vërtetën. Një minutë heshtje mbajtur në seancën e radhës të Parlamentit shqiptar dhe akuzat e ngritura nga deputetët e opozitës për gjunjëzimin e agjensive ligjzbatuese përballë krimit ishin shumë pak nga çfarë meritonte në të vërtet një përfaqësues i ligjit. Të premten e kaluar ka ndodhur një ngjarje jashtëzakonisht e rëndë. Një njeri, një gjyqtar, një punojës i ligjit, një qytetar në moshë të re, u hodh në erë dhe humbi jetën. Me një krim që ishte ndërtuar të ishte si një mesazh kriminal për të gjithë qytetarët e këtij vendi. Ky ishte një krim jashtëzakonisht i rëndë, që pavarësisht motivit është një shpërthim që tronditi dhe vrau shumë kënd tjetër. Gjithkënd që e di se në Vlorë ishte dora që ndezi shpërthimin, por që mina ishte kurdisur diku tjetër. Çfarë ndodhi në atë premte të zezë? Ishte një atentat mafioz në qëllim, në mënyrën e organizimit dhe në ekzekutimin e tij. U godit drejtësia, u synua të jepet një leksion ogurzi gjithë atyre që guxojnë të cënojnë interesat e mafjes. Mund të kishte ndodhur ky krim edhe në errësirën e Rrugicës, apo të shtëpisë së magjistratit Konomi, kur ai hynte dhe dilte normalisht prej saj. Të paktën 2 herë banditët kishin qenë në oborin e shtëpisë së tij, por ata nuk e kryen krimin. Pritën të zbardhte drita, të dilte dielli, pritën që ai të dilte në bulevardin kryesor të qytetit për të realizuar goditjen fatale, për të treguar se ata nuk kanë frikë dhe se gjithkush duhet i ketë frikë ata. Mjaftojnë vetëm këto ngjarje, pa ju referuar dhjetra e qindra të tjerave, për të dëshmuar se sa i fortë është krimi në Shqipëri dhe se sa dora kriminale është në gjendje të shkaktojë trauma në shoqërinë shqiptare. Suksesi pa diskutueshëm i policisë me operacionin ndaj narkotrafikut në Lazarat, edhe pse ishte në kulmin e vet, edhe pse dha një mesazh shumë të fortë se nëse ka vullnet politik dhe nëse autoritetet shtetërore janë të vendosura në luftën kundër krimit, nuk ka asnjë mundësi për ta sfiduar ligjin. Ajo që ndodhi me Lazaratin pas më shumë se 12 apo 13 vjetësh përpjekje të policisë së shtetit, nuk është çudi që të ndodhi në çdo situatë tjetër kriminale. Por që të ketë sukses duhet sërish i njëjti vullnet politik, e njëjta mbështetje shtetërore, i njëjti përkushtim i klasës politike dhe i agjensive të zbatimit ligjit që qytetarët e këtij vendi të jetojnë të lirë dhe të qetë pranë familjeve të tyre.